Avokat, përdorues droge, abuzim seksual, çfarë akuzash rëndojnë sipas kodit penal tek këta persona? Duke filluar nga përdorimi i lëndëve narkotike, në bashkëpunim, pasi edhe kolegu tha që goca ishte viktima ishte përdoruese e lëndëve narkotike deri tek përdorimi me dhunë. Megjithatë, nëse do të flasim si profesionist, është hetimi ai i cili do ta zbulojë deri në fund këtë ngjarje. Pra, nëse këta të gjithë kanë qenë papërgjegjshëm për shkak të lëndëve narkotike dhe nuk kanë qenë përgjegjshëm për veprimet që kanë bërë, apo këto i kanë bërë me konshiencë të plotë dhe kanë qenë në gjendje të thjelluar dhe vetëm vajza apo viktima ka qenë e droguar në mënyrë që këta të abuzonin seksualisht. Pra, në një farë mënyre, këto emisione janë të mira, sepse ne ngrem zërin dhe se tani kemi edhe një kontradikt me dëshmitë e atyre që janë arrestuar tashmë. Ju e dëgjuat edhe nga kronika. Njëri prej tyre ka thënë që po, kjo është e vërtet ka ndodhur, por ka ndodhur me dijenin e vajzës, ndërkohë nga ana tjetër, tjetri ka thënë që jo, nuk ka ndodhur asgjë, sepse vajza ishte e droguar dhe ishte e dehur në gjendje që nuk qëndronte dot. Pra, njëri e ka pohuar në një farë mënyre, tjetri e ka mohuar. Është një kontradikt dëshmish. Prokuroria në këto raste çfarë bën? Pra, ka një sër, le të themi, burimesh, të cilat apo drejtimesh, të cilat zhvillon hetimet, duke filluar nga deklarimet e personave të cilët kanë qenë të përfshirë në këtë ngjarje, por që këta kanë konflikt të pasër interesi, sepse duan që të shpëtojnë veten nga ana ligjore, pra mos kenë asnjë lloj implikimi në këtë ngjarje. Nga ana tjetër kemi ekspertimet të cilat janë bërë më njëherë, pra duke filluar nga ekspertimi mikoligjor dhe ekspertimi që bëhet lidhur me përdorimin e lëndëve narkotike. Gjithashtu, një drejtim tjetër është edhe sekuestrimi i kamerave të sigurisë. Pra, nga momenti që janë takuar me vajzën, momenti që kanë shkuar në hotel, dhe gjithë dinamika ku është zhvilluar kjo ngjarje, pra ky afat kohor. Kështu që nuk janë vetëm dëshmitë paraprake të cilat prokuroria merr për bazë, apo ne duhet të marrim në bazë, por janë një sër elementesh të cilat çojnë në zbulimin e plotë të kësaj ngjarje. Kështu që ajo çka mua më shqetëson nga gjithë kjo histori, përveç dëmit që është shkaktuar vajzës nga tronditja e rëndë psiqike, është që më mirë të mos e kujtoj më. Po, nuk duhet ta kujtoj dhe është më mirë për atë që të mos kujtoj, pra të ngelet në këtë kuadrin që ka humbur të gjitha. Qendra Vatra i ka marrë gjitha masat lidhur me trajtimin psikologjik të viktimës, por që mua më shqetëson fakti që kemi kërcënime, këto kërcënime nga vinë, zonja Brikena, vinë nga familjarët e autorëve të cilët dyshohet se kanë kryer këtë krim. Ky është një pohim i vajzës, e cila në kontakt dhe në prezencë të oficerit policisë drejtorisë vendore Vlorë, të koordinatores vendore të Dunës dhe psikologes së Vatrës, ka shprehur që ndihem e kërcënuar dhe kam nevojë për mbrojtje. Po çfarë masash janë marrë deri tani? Keni ndonjë lloj dienie çfarë masa ka marrë policia? Për ata persona që kanë kërcënuar vajzën. Sigurisht prokuroria patjetër në kuadër të hetimit ka marrë oficeri policisë gjyqësore, ka marrë kontakt me vajzën dhe po sigurisht ndarja informacionit nga në këtyre strukturave me ne ka qenë e kufizuar. Për shkak edhe të mbrojtja apo qoftë edhe një shërbim policor familjes së viktimës, vetë viktimës, apo vetëm thjesht ata kanë marrë një kallëzim edhe unë shpjegova edhe më lart, në momentin që ne do i referonim drejt shërbimeve të mbrojtjes, ka qenë vendimi i familjarëve dhe në prezencë të një gazetare, të një emisioni, për që viktima të mos akomodohen në një nga qendra, por për shkak etike, profesionale, unë nuk mund të ndaj informacion se ku është viktima aktualisht. Për ne, si ofrues shërbimi është që viktima të jetë e sigurt. Nga një familjarë na është siguruar kjo gjë. Pra kjo është e rëndësishme. Kemi qenë në kontakt me drejtorinë e policisë qarkut Vlorë, me ministrinë e brendshme, të cilët na kanë pohuar se kanë marrë masa për mbrojtjen e viktimës, por që sigurisht
kjo i takon që të bëhet një pyetje direkt këtyre strukturave. Atëherë, në qoftë se do t'i marrin të mirë qenë këto deklarime apo këto diskutime që bëri zonja Brikena, atëherë prokuroria e shtrin akoma më gjerë hetimin, pra për të zbuluar nëse këto kërcënime vijnë nga familjarët apo jo, ata me metodat e tyre, duke filluar që nga përgjigjet telefonike, përgjigjet ambientale, survejimet, bëjnë të mundur që të provojnë vërtetësinë e këtyre pretendimeve, por nga ana tjetër nuk duhet të nënvlerësojmë edhe sigurinë që duhet të ketë vajza, pra sigurinë fizike nga organet e policisë, por edhe të familjarëve të saj apo personave të ngushtë të cilët mund të kenë qenë dëshmitar apo të cilët kanë ndjeni lidhur me këtë ngjarje. Pra kjo është e rëndësishme, por në fund fare është hetimi dhe gjykata ajo që vendos për zbulimin e plot dhe profesional të kësaj ngjarje. E qartë. Zoti Softa, a është dhuna seksuale një mungesë kulture ose ta themi një goditje ndaj gruas në shoqërinë shqiptare? Së pari duhet të analizojmë faktorët që e shtyjnë dhe e kanë bërë këtë fenomen kaq masiv. Janë disa faktorë, janë faktorët ekonomik, janë faktorët mendor, janë faktorët e drogës dhe përdorimit të drogave, janë faktorët e bixhozit të ndryshme të cilët kanë qenë pasoja dhe patjetër dhe mungesa e kulturës dhe mënyrës që shoqëria në tërësi, po dhe institucionet, duke filluar që nga ato arsimore, duhet të punojnë në drejtim të dhënës së kësaj kulture dhe mënyrës së mbrojtjes. Për shembull, ka shumë njerëz që nuk e dinë rrezikun dhe shfaqjen e rrezikut, dhe nëse ti nuk di rrezikun dhe shfaqjen e rrezikut, patjetër që nuk je në gjendje që të parandalosh të mos ndodhin ngjarje të tilla. Për shembull, ngjarje të tilla të përdorimit të dhunës seksuale me dhunë janë edhe në vendet e Bashkimit Evropian, por ndodhin nga njerëz të cilët janë me smeta mendore, janë manjake, njerëz të cilët shtyhen nga shumë faktorë të tjerë stimulus, dhe këto ndodhin në parkime, në vende të cilët janë më pak të kontrolluara,